Zonja dhe zotrimi mbrëma, ky është edicioni qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Arrestoni inxhinieri dhe administratori i pallatit që u doq nga zjarri në hetimet e ndërtuesi Armand Lilo. Flakët shkaktuan dëme në 10 apartamente. Kaos me transportin publik pas përgjysmimit të flotës së urbanëve, pritje e gjatë në stacione dhe autobusët të mbushur. Kompanitë kërkojnë kompensim për naftën. Bordi Transparencës ul me 8 lekë për litër çmimin e naftës, edhe benzina nga kjo e mërkur do tregtohet më lirë, vendimi pas ndryshimeve në tregjet ndërkombëtare. Kryeministri Rama do dëshmojë në procesin për dosjen e klubit Partizani. Gjykata e posaçme pranon kërkesën e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Pronari i kompanisë ndërtimit Arlis Armand Lilo është vendosur në hetim për zjarrin në pallat, ndërsa janë arrestuar 3 persona. Zjarri fuqishëm që përfshi objektin 12 katësh shkaktoi dëme të mëdha në 10 apartamente. Dyshohet që flakët të kenë nisur fillimisht jashtë objektit dhe më pas janë përhapur shpejt, si pasojë e materialit të dobët të fasadës. Një ditë pas zjarrit masiv që përfshiu pallatin 12 katësh dhe zona e njohur si Farmacia 10 në kryeqytet, policia ka njoftuar se është në hetim ndërtuesi i kompleksit Arlis Armand Lilo. Po ashtu është arrestuar administratori i pallatit Agron Sara, menaxherja e marketit të Razie Sula, si dhe inxhinieri i kompanisë Enver Ademi dhe Altin Fortuna, kontraktori që ka bërë fasadën. Zjarri dyshohet se ka nisur në cepin e një marketi në disa mbeturina kartoni që i kishin lënë punonjësit e marketit. Zjarri aksidentalisht ka përfshirë mbeturina dhe më pas është përhapur në fasadën e pallatit. Flakët e përmasave të mëdha shkaktuan panik tek banorët dhe dëme të shumta materiale. Këta të fundit thonë se ndihen të pashpresë përballë dëmit që kanë pësuar. Qisha kemi 4 shtëpia, 150.000 euro e kum bler para 2 vjeç. Sa keni bler? 150.000 euro. Me gjithë pajisjet marrë 150.000 euro ka a bë shkrum komplet. E nuk le kush më fut në mrena me pa shtëpinë time. Çka ka? Po, në momentin që ka ndodhur, unë kam qenë në shtëpi, duke qenë se jam student, po bëj ato mësimet e mia dhe vetëm gjatë bërtitura në një moment ky marketi ka sikur pati një shpërthim, një zhurmë dhe aty bëra kurioz se vajta pashë dritare dhe kur kam parë zjarr, normali që kam mundur që të dalë sa më shpejt. Sipas informacioneve paraprake, raportohen më shumë se 30 apartamente të shkërmbuara. Flakët u favorizuan edhe nga materialet e jashtme të ndërtimit që rezultuan të dobta. Ndërkohë në një deklaratë zyrtare, kompania Arlis thotë se të gjitha punimet janë realizuar duke respektuar standardet më të larta të ndërtimit dhe sigurisë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Megjithatë, shoqëria Arlis Ndërtim, pavarësisht se nuk mbart asnjë përgjegjësi ligjore, por në kuadër të përgjegjësisë sociale si kompani, si dhe angazhimit të saj për të qenë pranë njerëzve që kanë besuar dhe banorëve të prekur, merr përsipër me shpenzimet e saj, rindërtimin e plot të fasadës së pallatit të dëmtuar nga zjarri, si dhe rindërtimin e të gjitha apartamenteve të dëmtuara, duke i kthyer në gjendjen fillestare, pra në të njëjtat kushte që banorët e kanë marrë apartamentin me çelësa në dorë në momentin e dorëzimit. Për të shuar flakët u angazhuan disa mjete zjarrfikëse, forcat të policisë dhe ekipet e emergjencës, të cilat bën të mundur evakuimin e 10 banorëve të bllokuar në apartamente. Në operacion u përdorën edhe shkallët e larta për nxjerrjen e qytetarëve nga katët e sipërme, apo edhe helikopter të forcave ushtarake për të fikur flakët. Rreth 11 persona mbetën të lënduar, kryesisht nga asfiksia prej tymit, ndërsa u transportuan drejt spitalit. Pas disa orësh në luftë me flakët, zjarri u arrit që të fiket, ndërkohë që edhe paraditën e kësaj të mërkure, forcat zjarrfikse hodhën sërish ujë në disa apartamente pasi kishte prezencë tymi. Autoritetet pritet të bëjnë edhe ekspertizën teknike për sigurinë e pallatit për të parë nëse ka rrezik apo jo për banorët. Kryeministri Edi Rama reagoi lidhur me zjarrin që përfshiu pallatin 12 katësh pranë QSUT-s në kryeqytet. Ai bëri të ditur se godina do të ndërtohet sërish nga vetë ndërtuesi. Pallati që u doq dje në Tiranë do të rindërtohet 100% nga ndërtuesi, pavarësisht se nga të dhënat paraprake, shkaku i zjarrit nuk ka lidhje me vetë ndërtimin, shkruan Rama. Ai theksoi se qytetarët e dëmtuar nga zjarri nuk do të lihen vetëm përballë pasojave, ndërsa shtoi se taksa paguesit nuk mund të mbajnë barën një dëmi që duhet të mbulohet nga sigurimet.
Kryeministri e cilësoi zjarrin në rënë si një thirrje për rëndësinë e sigurimit të banesave ndaj fatkeqësive. Në fund, Kryeministri u bëri thirrje familjeve të prekura të qëndrojnë të qeta, ndërsa shprehu mirënjohje për zjarrfikësit dhe forcat e rendit për ndërhyrjen e tyre. Qytetarët të Tiranës së të gjitha moshave janë përballur me pasojat e përgjysmimit të flotës së transportit urban. Pritja e gjatë në stacione dhe autobusët e mbushur ishin pamjet që u panë mëngjesin e kësaj të mërkure në kryeqytet. Dikush u vonua për në punë, dikush për në universitet. Reduktimi i flotës i palajmëruar nga shoqatat e transportit urban për shkak të rritjes së çmimit të naftës solli fluks pasagjerësh dhe pritje të gjata në stacionet e autobusëve në Tiranë. Që të themu për autobusat, ja kemi një orë që rrinë presin këtu, autobusat s'ka. S'po bëni shumë që po prisni? Një orë, i bëret me që të them. Jo tash sa më rrita nga Durrësi, po besoj se ku ka qenë gjithmonë, u bëj linjën e Varrës edhe. Ndoni shpesh urban? Po, ditë për ditë. Çdo ditë për dërën. Me flotën e autobusëve që sot është pothuajse përgjysmuar, shoqatat e transportit publiku bëjnë thirrje qytetarëve të marrin masa pasi pritja në stacione do të dyfishohet. Sot operatorët e transportit qytetas dhe rreth qytetas të Tiranës operojnë me 40% më pak. Është një situatë të vështirë, ne ishim detyruar dje që të lajmëronim qytetarët merren masa për të lëvizur në destinacionet e tyre, për të parashikuar kohën për të dalë më herët, sepse do të ishte një situatë e ngarkuar, ashtu siç e pam nga terreni, është një situatë jo e këndshme, një situatë shumë e vështirë për qytetarët, ka njerëz që numër të madh njerëzish në stacione, nuk dihet kur vjen autobusi, sa do zgjat udhëtimi, a do të gjejnë vend për të ngjeshur në autobus në këtë momente, është një situatë po themi alarmante në tërësi në transportin publik. Edhe pse gjatë një takimi me shoqatës dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Ekonomisë u la që do të merreshin masa, deri tani nuk ka një vendim konkret. Kërkesat e operatorëve mbeten të njëjta me ato të paraqitura edhe në vitin 2022, kur çmimi i naftës u rrit pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ato e kanë gjitha pikat në tryez. Ju kemi dërguar edhe se sa do të jenë kostot nëse do të kenë subvencion të drejtë për drejtë në transportin publik. Ajo që është e domosdoshme është subvencion i drejtë për drejtë momental, siç ishte edhe në luftën e Ukrainës. Po themi subvencion për lek për litër për rritjen e çmimit të karburantit, pastaj në vazhdimsi në një kohë më të gjatë është reduktimi të vështës në shitje, është heqja e taksës qarkullimit dhe rimbursimi i kategorive që udhtojnë falas, që do ta kompletonte dhe do ta bënte transportin publik funksional dhe të mirëfillt për të ofruar shërbim. Ndërkohë, burime pranë Ministrisë së Ekonomisë bëjnë me dije se ende nuk ka një vendim për kërkesat e shoqatës së transportit, të cilat janë dorëzuar prej javësh pranë institucionit. Qytetarët do paguajnë 8 lekë më pak për 1 litër naftë pasi Bordi i Transparencës vendosi të ulë çmimin. Vendimi u mor pas ndryshimeve të fundit në bursat ndërkombëtare. Pas rritjes së një dite më parë, Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e karburanteve këtë të mërkurë. Konkretisht, litri naftës tek tregtarët me pakicë nuk do të shitet më shtrenjtë se 207 lekë, duke ulur me 8 lekë. Ndërkohë, çmimi maksimal i ri për benzinën i vendosur nga Bordi nuk do të jetë më i lartë se 174 lekë për litër, duke ulur me 4 lekë në krahasim me një ditë më parë. Ndërsa çmimi për gazin ka mbetur sërish jashtë vendimarrjes nga ana e Bordit të Transparencës. Në bursat ndërkombëtare, çmimi i naftës Brent që shërben si referencë për përcaktimin e vlerës finale të karburanteve në vendet e ndryshme të botës, ka zbritur sërish në nivelin e $100, duke u kuotuar në rreth $97 për fuqi. Çmimet e reja hyn në fuqi në orën 13:30. Ministria e Ekonomisë sqaron se pas këtij vendimi, akciza do të vazhdojë të aplikohet 100% mbi naftën, pasi çmimi është në nivelin e 220 lekëve, sipas aktit normativ të ndërmarrë nga qeveria në fillim të muajit. Teksa kanë kaluar 2 muaj nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme, çmimi i naftës është rritur me rreth 16%, duke kaluar nga 175 lekë për litër në 207 lekë këtë të mërkurë. Gjykata miratoi kërkesën e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha që kryeministri të dëshmojë në procesin Partizani. Mbrojtja e liderit të opozitës tha se thirrja e Ramës është domosdoshmëri. Kjo pasi avokatët pretendojnë se ishte ai që ndryshoi destinacionin e Truallit kur drejtonte Bashkinë e Tiranës. Kryeministri Edi Rama do të dëshmojë në gjykatën e posaçme në cilësinë e ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës për dosjen Partizani. Kërkesa është bërë nga grupi mbrojtës i 2 të pandehurve, përkatësisht zotit Sali Berisha dhe dhëndrit e tij Jamar Bërmalltezi. Genc Gjokutaj e ka parë urdhrin e gjykatës për të thirrur kryeministrin si domosdoshmëri në një kohë kur ka qenë firma e tij ajo që ka finalizuar ndërtimin e 17 ndërtesave
mbi trojat e Partizanit. A mendoni zoti Gjokutaj se thirrja e kryeministrit do të çonte në zbardhjen e së vërtetës? Thirrja e kryeministrit ishte një domosdoshmëri dhe një mungesë e hetimit, pasi prokuroria në hetim ka thirrur Komisionin e Kthimit Pronave, ka thirrur njerëz që kanë marrë urdhër nga Rama dhe nuk ka thirrur urdhërdhënësin, që është Rama vetë. Një zëri mbrojtja pretendon se Rama, kur ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të Truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi. Gjatë seancës së të mërkurës, prokuroria Angeleta Milonaj, që përfaqëson akuzën e SPAK bashkë me Arben Krajen, kërkuan që seancën e ardhshme të thirret si dëshmitar i parë Tauland Balla si kallëzues i çështjes Partizani. Po ashtu në 30 prill do të merret edhe dëshmia e 6 personave të tjerë, presidenti i klubit të futbollit Partizani, ish drejtori, ish presidenti, drejtoresha e Agjencisë së Pronave në Tiranë dhe një topograf. Ndërkaq, gjykata e shet të pavend thirrjen se dëshmitar të oficerit të policisë gjyqësore Besmir Karanxha, për të cilin mbrojtja kishte sjellë një foto që sipas tyre provon se ai ka qenë i pranishëm në një nga mitingjet e Partisë Socialiste, ndaj kërkesa u rrëzua. Të bashkëpandeur në këtë proces janë ndërtuesi Fatmir Bektashi, që ndërtoi 17 pallatet, Noteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Gjykata e posaçme shtyu seancën e dosjes Veliaj pasi Drejtoria e Burgjeve nuk e kishte njoftuar kryetarin e bashkisë për thirrjen e tij. Drejtoria e Burgjeve nuk ka zbatuar urdhrin për shoqërimin e Veliajt dhe po ashtu nuk i ka vënë në dispozicion gjykatës deklaratën e tij, tha gjyqtarja kryesuese Tahiri. Ndërkaq që avokati i Veliajt Plarent Ndreca u shpreh se duhen garantuar të drejtat të pandehurve për të thirrur në seancë, ndaj seanca e kësaj të mërkure nuk mund të zhvillohej. Po ashtu edhe prokurori Altin Dumani tha se seanca nuk mund të bëjë në këto kushte, por kërkoi që të evidentohen shkaqet pse Drejtoria e Burgjeve nuk i ka dorëzuar shkresën të pandehurit. Një operacion është zhvilluar këtë të mërkur nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në disa qytete të vendit. Sipas SPAK, aksioni lidhet me hetime për një procedim penal që përfshin veprimtari të krimit të organizuar, trafik të lëndëve narkotike si dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Mes personave që SPAK lëshoi urdhër arresti është edhe Jetmir Pepa. Ky fundi të bë personazh i njohur pasi 2 vjet më parë ish gruaja e tij Marinela Berisha, së bashku me motrën e saj Antonelën dhunuan rënd Klea Prengën teksa po konsumonte darkë. Megjithatë, arrestimi i tij ishte i pamundur pasi Pepa ndodhet jashtë vendit. Burime bëjnë me dije se urdhër arrestet janë lëshuar nga prokurori Alfred Shehu, ndërsa operacioni është shoqëruar me arrestime dhe kontrolle. Procedura për ndryshimin e rregullore së kuvendit nisi me debate me socialistëve dhe demokratëve. Opozita kundërshtoi miratimin e ligjeve të integrimit me procedurë të përshpejtuar, duke argumentuar se procesi duhet të jetë i kujdesshëm. Këshilli për imunitetet dhe mandatet nisi sot procesin e ndryshimit rregullores së kuvendit pasi gjykata kushtetuese i shpallit palishme ndërhyrjet që socialistët miratuan në shtatorin e vitit kaluar. Por gjykata ende nuk e ka publikuar vendimin e arsyetuar, ndaj opozita kërkoi që diskutimet për rregulloren të nisin pasi të dalë vendimi i plot. Ka një vendim gjykata kushtetuese që në fakt e ka e vë theksin e nënvizon tek procedura e miratimit, e ndryshimit në rregullore. Dhe ne nuk e dim çfarë do të shkruaj ose çfarë po shkrua ndërkohë gjykata kushtetuese. Duhet ta presim atë dhe më pas dikush të propozojë. Nuk flitet për urgjencë sepse po mblidhemi mbasi muaj gjysmë dhe për më tepër nuk do ta mbyllim sot procesin. Do të presim zbardhjen e gjykatës kushtetuese. Pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, Tauland Balla prezantoi ndryshimet e hartuara nga mazhoranca, ndër të cilat edhe kalimin me procedurë të përshpejtuar të ligjeve të nevojshme për procesin e integrimit. Përshpejtimi i procedurave tek ligje lidhet me procesin historik të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me parafrimin tonë të legjislacionit, duke na dhënë mundësinë që nëse do duhet gjatë tyre 2 viteve intensive parafrimi i legjislacioni ta bëjmë atë pa prekur këtu elementin thelbësor të skrutinitetit, pra të kontrollit të parlamentit. Por Oert Byllikbashi kundërshtoi, duke vënë në dukje se procesi ligjbërës duhet jetë më i kujdesshëm. Në vend që të ndajmë kohën e miratimit, 3 leximet e famshme, në parim, nën për nën të tërësi, ti ndajmë në kohë, ti japim mundësi njerëzve ta ndjekin procesin, ta shohin, ta kuptojnë. Me atë rast i jepet rëndësi deputetëve. E shkurtojmë edhe më tepër. Dhe nëse neve do t'ja eliminojmë vetes këtë, pyetja është për çfarë duhet parlamenti, për çfarë duhet demokracia parlamentare. Po hajde mërti këpusim në ndryshim.
Kushtetutës që ta bëjmë dhe republikë presidenciale. Në 23 shkurt, gjykata kushtetuese rrëzoi ndryshimet që mazhoranca socialiste i bëri rregullores kuvendit në muajin shtator, duke rritur numrin e komisioneve nga 8 që ka pasur parlamenti në 11 komisione të përhershme. Gjykata nuk e goditi thelbin e ndryshimeve, por procedura e ndjekur nga Partia Socialiste sipas saj ishte e palishme, duke i lënë detyrë parlamentit që të miratojë edhe një herë nenet e rregullores për këtë çështje. Tashmë pritet mendimi i arsyetuar i gjykatës në mënyrë që parlamenti të ndërhyjë në rregulloren e kuvendit. Ky është edhe edicioni informativ për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.